Hudhrat Made in China toksike, Jasi t'i dalloni. Hudhrat që ju konsumoni importohen nga Kina dhe nuk është vetëm kjo çështja, por ato që importohen janë të mbushura me zbardhues dhe kimikate, por ka një mënyrë se si t'i dalloni ato. Ja se si t'i dalloni. Padyshim shumë prej nesh as nuk e kanë iden për hudhrat që blejmë thuajse çdo ditë në dyqanin më të afërt ose që i konsumojmë në restorantin gjatë vaktit mund të jenë Made in China. Sipas raportit më të fundit bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 1 në 3 hudhra janë të importuara nga Kina. Ky studim është bërë së fundmi. Nuk është problem që janë prodhim kinez, por problemi qëndron në faktin që janë toksike. Nuk është vetëm çështja tek cilësia, por nuk dihet se si kultivohen në vendin e origjinës, në rastin konkret nga Kina, nga ku importohen. Fakti që dëmtojmë shëndetin është problem. Prodhuesi kinez përdor pesticide që janë të ndaluara me ligj për të rritur prodhimin e tyre, të cilat janë fatale për shëndetin. Disa nga pesticidet që ata përdorin janë porate dhe parathion.